بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. I cili organizohet për herë të parë në qytetin e Beratit nga medreseja e këtij qyteti në bashkëpunim me myftininë e Beratit. Do të vazhdojmë tani me dy ilahi. Era Domi me ilahin Salatun dhe Gjoni Jesku me ilahin Ja Resulallah. E më pas do të vi Gjana, Marcela, Selma me poezin Ja Resulallah. Ya Muhammad
që ty të do, i madh është. Ja Resul Allah, ndjenja dhe syt të mbushur plot i ka. Ja Resul Allah, nga drita e bukurisë tënde, edhe molekula gëzim ka. Roje pandar në derën tënde është. Ja Resul Allah, kush vjen pranë teje, për të mirësi më të madhe s'ka. E vendi yt me mirësi i mbushur plot. Ja Resul Allah, me sytë e ndjenjave, veç një herë kush të pa, një kraj shpirtrave u bë pastaj. Ja Resul Allah, në klimën tënde, so i shkrart fluturojnë pan, e klima jote, rruga e zogjve është. Ja Resul Allah, atje horizonte si lartësi parajse me bukuri të rallë. E bukuria jote tyli horizonteve është. Ja Resul Allah, të vi pran teje, shpirti besimtar një ëndër ka. Kush të njeh ty, i vdekur është. Ja Resul Allah, bashkimi me ty, ëndra e këtij robi të çuditshëm, trëndafili ndjesive të mia është. Ja Resul Allah. Faleminderit. Të nderuar miq, më lejoni të ftoj në skenë mikpritësit tanë sonte në qytetin e Beratit. Ftoj drejtorin e medreses Vexhi Buharaja, zotin Ilyas Karakëz. Nderuar prefekt, nderuar nënkryetar këmishis, nderuar mufti, shumë të nderuara zonjë dhe zotëri. Mirë se keni ardhur në programin festiv Profeti Muhammed a.s. Krania e njerëzimit. Ju përshëndes të gjithëve, ju që keni marrë mundimin deri këtu për të njohur Profetin a.s. sa do pak dhe për të përfituar nga jeta e tij. Programi që organizohet për të 11 e vit, radhëzi në Pallatin e Kongreseve në Tiranë, me rastin e përkujtimit të ardhjes në jetë të njohurit më të dashur të Zotit Muhammed a.s. Po organizohet për herë të parë sot këtu në Berat. Pejgamberi jon a.s. nuk duhet të kujtohet vetëm në për xhamia, por në çdo vend të përshtatshëm që i ka hija mazishtisë së tij, sepse ai ka qenë një njeri universal, një njeri i dimensioneve të ndryshme. Ai na mësoi që të mos të urrejmë njëri tjetrin, mos të kemi smir ndaj njëri tjetrit, mos të kthejmë shpinën njëri tjetrit, por të jemi vëllezër, të dashur dhe tolerant. Ai ka hedhur themelët e civilizimit islam, të një feja që na urdhëron të qëndrojmë larg çdo gjëja që prish qetësinë e shoqërisë, që pakison ndjenjen e vëllëzërisë dhe mirëkuptimit. Të jetosh në një shoqëri plot diversitet është një art human. Të jetosh sipas këshillës së Profetit a.s. i cili sot nuk është musliman i vërtet ai i cili nuk do për vëllain e tij atë që do për vete. Ky art bëhet akoma dhe më i bukur. Një shoqëri që ka në gjirën e saj njerëz që u intereson lumturinë e tjerëve aq se lumturia e tyre. Është një shoqëri më e sigurt dhe më e dobishme për shtetin ku jetojnë. Kjo është ndjekje e rrugës së jetës më të dashurit Profet a.s. Edhe njëherë ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen dhe uroj të mbeten e kënaqur. Faleminderit. Vazhdojmë me dy ilahi që do të vinë nga dy këngëtarë të mirënjohur dhe shumë të pëlqyer për publikun shqiptar. E para do të vi Venera Lumani me ilahin Vulidet Huda, e më pas do të jetë këngëtari Lindi Islami me ilahin Zoti i lindjes dhe perëndimit.
Tash 14 shekuj në Shkretir, një natë, më 14 të hënës u linda i Bonjak. Po s'kamje si ajo së të kishin zënë syt, dhe pse prej mira vitesh ishin duke prit. E nga mund të dalonin, ta shihnin, si, atëherë Shkretira që vëndi më i zi, se bote qytetruar diet, atë mot që zhytur në klapi dhe më beter se sot. Kish kaluar dhe i henat njerëzimi shtazarak. Te vllai më i dobët, vlezrit pinin gjak. Gjithë lëmshi dhe udhëzi në anarki që ngrirë. Përçarja dhe shkatrimi lindjen kish përpir. Kështu u rit jetimi, gjerkapi të 40-at, gjerdhuna soste të mbramet dit të vetat. Gjerbotën e shpëtoi fatlumi me një frym dhe mbretrit i rëzoi nga froni në gremin. E shtypur, dobësia u ngrit sefte në këmbë dhe bota mizore u përpëlit në gjëm. Për botët mëshirë, që ligjit i ri, që streja e atyre që donin drejtësi. Për gjithë shka sot në botë, a i ka merit. Ja ka borç njerëzimi dhe çdo individ. Borxhli ati fatlumi është ky njerëzim. O Zot, me këtë ndjenjë, na ngjall na mëshim. Të nderuar miq të ftuar, më lejoni që të ftoj në skenë prefektin e Beratit, zotin Fadil Nasufi. Të nderuar drejtues të institucioneve të besimit në Berat, të dashur qytetarë të Beratit, në radhë parë duhet falenderoj organizatorët për këtë program që ka në epiqendër profetin Muhammed dhe që organizohet për herë të parë në qytetin e Beratit, duke ju shprehur mirënjohjen për mesazhet shumë njerëzore dhe shumë aktuale që japin nëpërmjet këtij programi. Padyshim që ne jemi një shtet laik, jemi një kombë me shumë fe, me heterogenitet në besim, por kemi vlera të jashtëzakonshme të tolerancës, harmonisë fetare dhe të respektimit të ndërsjellët të feve, mesazhe të cilat i admiron gjithë bota demokratike. Feja sot nuk është indoktrinim, nuk është as ignorancë dhe as padije. Feja është dije, është shkencë, është kulturë, është traditë, është solidaritet, është harmoni, është paqe, është virtyt, është vlerë, është gjithçka që e ka mbajtur ndër shekuj njerëzimin të bashkuar dhe të orientuar drejt adhurimit dhe nderimit të Zotit. Profeti Muhammed në 14 shekuj rënditet si njeriu më i votuar në 100 njerëzit më të zgjedhur të botës, mban numrin 1
për ato vlera dhe ato kontribute që ka dhënë njerëzimit dhe për ato frymëzim që ka dhënë gjithë brezave dhe sot me gjithë atë dhuntit të tij dhe dokumentacion që administrojnë institucionet e kulturës islame, vazhdon të frymëzoj dhe të ndryshoj gjithë njerëzimin. Prandaj, ne sot jemi këtu për të medituar rreth këtij programi që përçohet nëpërmjet këngëve, ilahive, komenteve, skenografisë, por jemi edhe për të reflektuar ndaj gjithçkajes që dëmton sot shoqërinë njerëzore, siç janë aktet e terrorizmit, siç janë konfliktet fetare, siç janë konfliktet etnike, siç janë gjithçka që e cënon botën e sotme demokratike. Prandaj jemi këtu edhe për të bërë një apel që të duam më shumë njëri tjetrin, që të jemi solidar me njëri tjetrin, që të bashkohemi të adhurojmë besimet, jo thjesht për fanatizëm, por për dashuri, për paqe, për harmoni me njëri tjetrin dhe për një bashkëjetesë të ngjizur, ku i pasuri të ndajë me të varfrin, ku pushtetarët të shërbejnë më mirë, ku kushdo në familjen e tij të kontribuojë që ta ketë të shëndetshme dhe shoqëria të mos vuaj plagët e varfërisë, të papunësisë dhe të gjithçkaje që dobëson atë në rrugën e vet. Jeta të marrin më shumë kuptim dhe më shumë kuptim merr kur ne besojmë, kur ne adhurojmë dhe kur ne nderojmë Zotin dhe besimin që ka gjithë secili. Ju falemnderit edhe një herë të gjithëve dhe le të frymëzohemi nga ky koncert që jepet sot nga Myftinia e Beratit. Faleminderit. Në emër të kryetarit të Bashkisë Berat, Zotit Petrit Sinaj, i cili ndodhet jashtë vendit, do të përshëndes Zoti Renuart Mimani. Gjithë. Kam kënaqësinë të përshëndes në emër të kryetarit të Bashkisë, Zotit Petrit Sinaj, i cili nuk është i pranishëm këtu sot për shkak të një vizite pune në Turqi. Programi juaj festiv, Profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, krenaria e njerëzimit, është një fest e gjithë qytetit. Mesazhi i veprimtarisë suaj festive e kalon komunitetin musliman dhe përfshin gjithë qytetarët, pavarësisht besimit fetar. Profeti Muhammed është udhëheqës i njerëzve, simbol i punës, i ndershmërisë, virtyteve, luftës kundër padrejtësive, kompromisit, abuzimeve dhe veçave njerëzore. Profeti Muhammed është një figurë e përbotshme që ka pasur pasues në miliona njerëz, sepse ai luftoi padrejtësitë, përballi vuajtjet, torturat, shmangu konfliktet, mbështeti të varfrit, jetimët dhe të pastret. Mësimet e tij edhe sot janë shumë aktuale. Bëni shërbëtor të Allahut dhe të askujt tjetër. Trajtoni mirë prindrit, jepuni të drejtën që takon të varfërve dhe jetimëve. Mos jini as koprac as dolërëshuar. Mos bëni vepra të shëmtuara, mos abuzoni me pasurinë e jetimëve, bani premtimet, largoni mburjen dhe mendjen mallësinë dhe luftoni padrejtësinë. Me këtë mesazh po e mbyll fjalën time, duke ju uruar suksese për aktivitetin. Ju përshëndes të gjithëve. Tani kam kënaqësinë të ftoj nën kryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, Zotin Bujar Spahiu. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshibërësit, krijuesit të gjithësisë, paqja, begatia e Zotit të lartësuar qoftë mbi profetët e kaluar, lajmtarët e njerëzimit, dhe mbi profetin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, paqja e Zotit qoftë mbi të, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë ata njerëz që ndjekin në rrugën e Zotit deri në ditën e fundit. Kam ndenjë dhe kënaqësinë që sot ndodhem këtu në këtë aktivitet shumë të bukur rreth lindjes së profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Lindja e tij është një lindje për të gjithë krijesat, jo vetëm për njerëzimin. Ai erdhi si mëshirë për tërë botrën. Shumë i nderuar drejtori i medresesë Beratit, shumë i nderuar myfti dhe shumë i nderuar prefekt i qarkut të Beratit, zotni Fatmir Lasufi, të nderuar përfaqësues të tjerë të pushtetit lokal, përfaqësues të komiteteve fetare, të dashur vëllezër dhe motra.
Në emër të kryetarit të Komunitetit Musliman të Shqipërisë, ju përcjell përshëndetjet më të mira, më të ngrohta juve qytetarëve të Beratit në këtë aktivitet kaq të bukur dhe të mirë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai ishte mëshirë për gjithë njerëzimin i cili po vuante nga padrejtësitë e mëdha në atë kohë, por edhe sot vuan pothuajse shumë njerëz dhe shtresa të ndryshme për dashurinë e tij, mëshirën dhe mshurinë që ai shpalosi në mesin e njerëzve. Ai shprehet në këtë mënyrë: unë nuk jam dërguar për të mallkuar njerëzit, por jam dërguar si mëshirë universale. Zoti i lartësuar atë e citon në këtë mënyrë: me të vërtetë ti je me një moral shumë të bukur dhe të lartë, o i dërguar i Zotit, o Muhammed. Pejgamberi alayhis salam neve na thot: përgëzoni dhe mos urrejini njëri tjetrin, përhapeni paqen, dashurinë, mirëkuptimin, tolerancën dhe gjithçka tjetër që është një etik dhe një rregull i përgjithshëm dhe i emërues i përbashkët për të njerëzit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na mësoi dhe na tregoi me praktikën e tij vlerat universale në mesin tonë si njerëz në këtë planet të përbashkët, që kemi shumë gjëra që neve na bashkojnë se sa na ndajnë. Po të donte Zoti do na kishte bërë të gjithë një lloj, por Zoti dëshiroi që të jemi të ndryshëm, me besime të ndryshme dhe me mendje të ndryshme, me diversitet dhe me gjithçka tjetër. Por Kurani famullar thot në këtë mënyrë: o ju njerëz, ne ju kemi krijuar nga një mashkull dhe një femër, që ju, popull të ndryshëm dhe fisë të ndryshme, që ju të bashkëpunoni, të solidarizoheni, të ndihmoheni me njëri tjetrin. Më i miri ndër ju është ai i cili është më i devotshëm, që ka raportet më të mira me krijuesin e Zotit, ka respekt më shumë tek Zoti i lartësuar. Një njeri që i beson Zotit do të thotë është i sigurt për gjithë shoqërinë. Një njeri që u beson vlerave universale do të thotë është i sigurt për gjithë njerëzit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai ishte dielli i gjithë njerëzimit. Na ndriçoi të gjithëve, na ndriçoi mendjet tona dhe zemrat tona me lejen e Zotit, me besim, me dashuri ndaj familjeve tona, ndaj bërthëmës ku ngjizet gjithçka. Dhe këto vlera duke shpalosur me shoqërinë mbar. Profeti Muhammed alayhis salam gjeti një shoqëri me të vërtetë një errësirë shumë të madhe, por veprat e tij, punët e tij, praktika e tij do të jetë deri në ditën e fundit. Ai ishte i përulur shumë ndaj Zotit, ai ishte shumë i devotshëm. Ai neve na mësoi se ç'është dëmshuria, neve na mësoi se ç'është bindja dhe respekti ndaj familjes, ndaj nënës, ndaj babait, ndaj bashkëshortes, ndaj fëmijëve tan, që t'i edukojmë me vlerat që ata të jetojnë një jetë shumë të mirë, që të arrijnë njerëzoren. Njeriu i plot për të arritur njerëzoren vetëm një rrugë ka: rrugën e besimit, rrugën e sigurisë, rrugën e dashurisë dhe rrugën e së mirës, rrugën e paqëdashësisë, duke përcjellë dhe përquar tek të tjerat. Ne në Shqipëri, fal Zotit, e falenderojmë atë i cili që neve na ka bërë një popull paqëdashës, pavarësisht me besime të ndryshme, por me një bashkëjetesë shumë shembullore, që dallohemi dhe kemi shembull për të gjithë njerëzit në përbot. Këtë e kanë gjithë bota lakmi ndaj nesh. Uroj dhe shpresoj që kjo bashkëfetesë ndër njerëzore dhe ndër ne të vazhdoj deri në frymën e fundit të jetës sonë, inshallahu taala. Shumë të dashur vëllezër dhe motra, nuk dua të zgjatem sa më shumë. Uroj dhe shpresoj që kjo ditë dhe aktivitetet të tilla të na bashkojnë neve sa më shumë, na afrojnë sa më shumë me Zotin, me njëri tjetrin, të na shtohet vëllazëria, dashuria dhe respekti ndaj njëri tjetrit. Kjo duhet nga ne ku jemi në një botë ndoshta të trazuar në disa vende të botës, por ajo nuk shërohet ndryshe vetëm se nëpërmjet kësaj rruge. Uroj dhe shpresoj që Zoti na ndihmoft dhe na bëf prej atyre njerëzve të dej që arrijm kënaqësinë e tij dhe pëlqimin e tij. Zoti na bëf prej atyre njerëzve që të jemi sa më shumë afër njëri tjetrit, solidarizues me njëri tjetrin. Zoti i lartësuar na bëj ne prej atyre njerëzve që duan familjarët tanë dhe gjithçka tjetër. Ju falenderoj. Elhamdulillah,
është Ilaia e radhës që do të vijë nga Klevis Disha. far
besimin në çdo fjalë që ti dërgon, e në rrugën tënde jemi kuran që jeton. E kemi një hap, je vetmja shpresë, ku në të haroj, nëse për një brez. Kur ti erdhe në këtë jetë, na dhe fryme sol e dritë, të thërasim ja Muhammed, kujtojmë për çdo ditë. Me namaz të gjallë, nuk harohesh kur, o profeti joni paqe dhe në fund. Me namaz të gjallë, nuk harohesh kur, o profeti joni paqe dhe në fund. Pa e nisur ditën time, a pas hapit ti emocion, në ty fshihet gjithësia, gjithku të kërkon. Nuk e çojmë ne besimin në çdo fjalë që ti dërgon, e në rrugën tënde jemi kuran që jeton. E kemi një je e vetmja shpresë, ku ne të haroj, nëse për një brez. Kur ti erdhe në këtë jetë, na dhe fryme sol e dritë, të thërasim ja Muhammed, kujtojmë për çdo ditë. Me namaz të gjallë, nuk harohesh kur, o profeti joni paqe dhe në fund. Me namaz të gjallë, nuk harohesh kur, o profeti joni paqe dhe në fund. Emri yt i lavdëruar, drita jote për jetësi, o Zot i madhëruar, na udhëzo në mirësi, zbrit mëshirë mbi këtë njerëzi, hapi shtigjet e lumturisë, mos na lër në errësirë. Dhe tani do të vi një nga zërat më të mrekullueshëm të muzikës shqiptare, mjeshtri i madh Kastriot Tusha, me A jam trupa shpirt dhe me zemër besoj. Di pulishan te reapa
poezin e ti Perëndia, poeti kombëtar Naim Frashëri thot: "Çe është Zoti I vërtet. Çdo gjon është zëri I tij. Gjithë çka e s'ka në jetë është vetë Perëndia. Është në sheshtë Perëndia. I verbris mund ta shoh. Ajo është gjithësia. I dituri mund ta njoh. Është në sheshtë Perëndia, si cili do mund ta shoh. Po se mbuloje pa dia, njeriu tek do mund ta shoh. Kush do ta shoh të tërë, të njoh mirë njerinë, vetën e tij re të vërë, atje gjen Perëndinë. Dhe parajsi, dhe skëtera, dhe ëngjëlli, dhe djalli, dhe gjithë çka të tjera janë brenda tek I gjalli. Ai që ka mirësinë, ka Perëndi dhe të mira. Dhe kush ka djallëzinë, ka djallë e ligësira. Më çdo anë e kërkova, thash, ku është Perëndia? Më pastaj e mësova, që nga I ndaj meje e se dia. Pas këta jo shokë kurë, mos kërkoni Perëndinë në për mure, në për gurë, po shihni mirë njerinë. Zemra e njeriut në jetë është vendi Perëndisë. Është atje Zoti I vërtet, deti I madh I gjithësisë. Është e vërtet kjo punë. Mos qëndroni në errësirët, se këtë se gjeta unë, e kanë thënë të mirët. Mos e kini zili njëri tjetrin, mos e mashtroni njëri tjetrin, mos e urreni njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. O robrit e Zotit, jeni vëllezër. Kjo është porosia profetike me të cilën po e mbyllim këtë program kushtuar krenarisë mbar njerëzimit, profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Në emër të organizatorëve, falenderojmë artistët pjesëmarrës në këtë aktivitet, si dhe të gjithë ata që kontribuan në këtë realizim. Mirupafshim. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju.
وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.